Përshëndetje. Si jeni, si po ja kaloni, si u la hana e plot? Mirë mbrëma. Sot do bëj pyetje përgjigje, kështu që do marr pyetjet tuaja. Çfarë do lloj pyetje që të keni të marr? Do mundoj të përgjigjem me sa kam mundësi. Duke qenë se po marrim disa pyetje personale, unë po them një shërbimet e mia, që pastaj do vazhdojmë me qetësim. Njërë si fillim, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave i bëjmë pyetje përgjigje, siç po bëj sot, ose me ciklin e hënës. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor. Cikli i hënës dhe parashikimi javor si fillim flas në lidhje me ndikimet të përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat. Përveç këtyre kam edhe parashikimet ditore, i kam ralluar goxha në mënyrë të dukshme, sepse kam filluar të flas edhe gjatë parashikimit javor, flas edhe për ditët të cilat janë më të rëndësishme ose si mund t'i kalojmë ato. Ndërkohë që kam edhe parashikimit e mia në televizione, janë 2 në javë ato, është ditën e hënë dhe të premte përsëri. Dita e hënë është tek A2 CNN, te programi Dita Jon, është në orën 9 të mëngjesit. Qoftë nuk ka ndonjë gjë ekstreme, domethënë. Ndërkohë që ditëve të premte jam në orën 10 tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë. Këto janë parashikimit e mia në televizione dhe këto që sapo përmendja, të gjitha shërbimet e mia që janë për ju, janë për publikun. Nëse ka informacione që nuk mundeni t'i gjeni këtu, pra te postimet e mia, ose tek videot që kam bërë në YouTube, ose tek parashikimit në televizione, do të thotë që janë informacione personale të cilat kërkojnë një punë ekstra, si rrjedhoj janë pjesë e konsultave. Konsultat përmbajnë analizën e hartës, mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes, mund ta mësoni, pra mund të bëjmë rektifikacion dhe në vartësi të kësaj ore të lindjes mund të gjejmë edhe ascendentin. Për te kësaj mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen, duke qenë se e di që ky është interesi juaj. Nisi fola. Okej. Do të flas në lidhje me kalimin e Neptunit tek shenja e Dashit, sepse për këtë do të flas. Që tash pyetje personale, mund t'i merrni përgjigjet kur të bëni hartën tuaj personale, për te atyre do të flasim detyrimisht temat që na prekin të gjitha. Okej. Atëherë, kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit është një ndikim vërtet shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, duke qenë se Neptuni tek një shenjë qëndron 13 vite me radhë. Është një proces vërtet shumë i gjatë dhe mbi të gjitha kemi disa dinamika të cilat mund të bëhen edhe problematike, po ashtu kemi edhe disa tematika të cilat po dalin aktualisht në skemë, po fillojnë që të dalin, pra, të cilat mund të përdorin në avantazhin e të gjithë ne, si popullat. Kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit është shumë i rëndësishëm për 2 arsye, për në përmenda Shqipërisë, një e para punës sepse do të fillojë që të kryej disa kënde të vështira me diellin ton, po ashtu edhe me Saturnin, i cili është edhe drejtuesi i diellit ton, pra drejtuesi i shenjës zodiakale të Shqipërisë, që është Briciapi. Ndërkohë që do të kemi edhe ndikime, edhe pse më vonë, do të fillojmë që të kemi gradualisht ndikime tek popullata, sepse hëna jon, pra hëna e Shqipërisë, është e vendosur tek shenja e Dashit. Ndikimet negative po filloj pakës këtu, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, duke qenë se Neptuni do të thotë ujërat, çdo gjë që rrjedh dhe intuita në të njëjtën kohë. Kjo do të thotë që ne të gjithë do të prekemi nga kjo. Pra, intuita në këtë rast në disa momente mund të marrë një zjarr, e cila është i pakuptueshëm. Nga ana tjetër, edhe mund të gënjejmë shumë veten tonë, sepse do të jemi vërtet shumë impulsiv. Duke qenë se ka të bëjë edhe me ujin, pra atë çdo gjë që rrjedh, kjo do të thotë që shenja e ujit, ose më themi një planet i cili përfaqëson ujin, do të kalojë tek një shenjë zjarri, siç është Dashi. Kjo do të thotë që me logjik mund të kemi edhe thatësira. Mbi të gjitha, Neptuni nënkupton edhe një farë iluzioni, si rrjedhoj, kur kalon tek shenja e Dashit, që edhe kjo do të thonë fillimet të reja, po ashtu edhe ushtria në të njëjtën kohë, ajo çfarë ne na mbron në një kuptim tjetër. Kjo do të thonë që mund të kemi farë iluzioni të asaj çfarë ne na mbron dhe asaj çfarë na dëmton. Kjo është një nga arsyet që në këto momente kemi një vlim shumë të madh të shoqërisë në këto momente, sepse ajo çfarë na mbron dhe ajo çfarë na dëmton, po kuptojmë që mund të jetë
mund të ketë qenë deri në këtë moment e njëjta gjë. Si rrjedhoj pas kësaj do të kemi shpërbërje të disa dinamikave që ekzistojnë si në qeveri, po ashtu brenda popullatave dhe mund të kemi edhe fillimin edhe të grupimeve të ndryshme. Kjo është diçka e pashëndetshme sepse të gjitha këto grupime do të dobësojnë në mënyrë të dukshme lidhjen që kemi në kolektiv të plot pra me njerëzimin. Si rrjedhoj mund të krijohen edhe disa dinamika të cilat janë të pakëndshme. E kemi provuar disa herë duke qenë se Neptuni ka qenë për të fundit tek shenja e Dashit, kur Neptuni ka qenë për të fundit tek shenja e Dashit për të themi, ka pasur edhe agravime të dukshme, një agresion të shumë të lartë, si rrjedhoj mund të kemi pasur edhe protesta, madje edhe luftë. Kjo do të thotë që në qoftë se ne në këto momente nuk vazhdojmë që të mbyllim syt dhe të lejojmë të tjerë që na tërheqin pak a shumë prej hunde, detyrimisht do të kemi probleme. Por Neptuni në këtë rast, kësaj herë më të them, na jep dhe një shans të tillë. Duke qenë se kemi dhe një vendosje të Plutonit tek shenja e Ujorit, në të vërtetë kemi edhe mundësinë që të perceptojmë shumë mirë se cili është vendi jonë në univers, si rrjedhoj të vetë dëgjojmë shumë, si rrjedhoj të forcojmë lidhjen që ne kemi me hyjnoren, me krijuesin tonë, në universin, quajini çfarë do doni ju. Çfarë do që të jetë besimi juaj pak rëndësi. Ka rëndësishme është që kjo është gjë që ne duhet të bëjmë në këtë momente. Dhe duke qenë se perceptimi rritet në mënyrë të dukshme, ne krijojmë një lidhje shumë më të fuqishme me krijuesin tonë, pra me universin. Detyrimisht e kemi shumë më të thjeshtë të vetë dëgjojmë dhe të kuptojmë se cilat janë dinamikat që deri në këtë moment e kanë mbajtur shoqërinë mbrapa. Jam më së sigurt që ka shumë persona që e kanë vënë re që edhe natyra është në atë ciklin e saj të fundit, edhe njerëzimi është në një ciklin e tij të fundit për të kaluar në një fazë të re të gjitha këto. Nuk është hera e parë që edhe toka është nxehur kaq shumë, nuk është hera e parë që toka do të kalojë në një periudhë shumë më të ftohtë që është ajo akullnajave. Nuk është hera e parë që edhe njerëzimi arrin deri në pikën pothuajse të zhdukjes dhe pastaj rikrijon veten e tij. Asnjëherë kjo nuk ka ndodhur vetëm një herë, vazhdon, është një cikël vicioz në të cilin prej të cilit ne kësaj radhe mund të dalim më të vetëdijshëm në mënyrë që të mos e përjetojmë të njëjtat probleme. A e kemi në aftësinë për këtë, siç e përmendë, kemi aftësinë sepse këtë herë kemi disa kombinime vërtet shumë pozitive. Kemi Plutonin përsëris të vendosur tek shenja e Ujorit, dhe ky është ndikim vërtet shumë pozitiv sepse një Pluton i cili është planeti i vdekjes, kjo do të thonë që mund të kemi dhe vdekjen e të gjitha tabuve, si rrjedhoj krijimin e një shoqërie, e një ideologjie të re, një humanizmi të ri, i cili na ndihmon ne të gjithë që të avancojmë përpara. Që të jemi të vetëdijshëm në të vërtetë është shumë e thjeshtë, mjafton që të pyesim veten se çfarë pasoje ka një veprimimi, për fat të keq në shoqërinë ku ne jetojmë. Kjo është një pyetje që nuk bëhet shpesh, si rrjedhoj dhe ne po përjetojmë pasojat e jo vetëdijësimi, pra, e personave të cilet vazhdojnë që të jetojnë atë kuackën e ignorancës shpirtërore, po e them në këtë mënyrë. 13 vitet në vazhdim për këtë arsye, sidomos për Shqipërinë, do të jenë 13 vitet të lodhshme, sepse do të rrifemi në qoftë se ne nuk zgjedhim atë çfarë na nevojitet. Vendosja e një hënë tek shenja e Dashit, siç e ka Shqipëria, do të thonë që ne jemi vërtet shumë individualist. Përpara se të mendojmë për të tjerët, mendojmë për veten tonë. Madje edhe kemi edhe simbolikën e shqiponjës, i cila në të vërtet është një shpend i cili është individualist. Kemi disa simbolika të fshehura të cilat janë haruar me kohën, e cila është edhe një simbolika e ujkut. Kjo është e vetmja gjë që në të vërtet mund të mbështetemi, sepse nëpërmjet individualizmit, në të vërtet nëse ne bëhemi individ të shëndetshëm për shoqërinë, për kopen në këtë rast të ujkut, kjo do të thonë që jemi shumë më të dobishëm për njëri tjetrin dhe si rrjedhojnë ne si Shqipëri mund t'i kalojmë edhe të gjitha provat, testimet, provimet, pra që do të na dalin përpara këto 13 vitet në vazhdim. Ku mund ta kemi pak më të thjeshtë, periudha që do ta kemi pak më të thjeshtë është gushti i këtij viti. Edhe pse do të na përballim me sfida, do të na largojnë në mënyrë të dukshme nga çdo gjë që ne na pengon, që të avancojmë, që të arrijmë tek qëllimi jon. Dhe mbi të gjitha, do të kemi edhe kënde pozitive, të njëjtit boshtë
të nyjeve të hënës, do ta kemi edhe me boshtin ton, i cili është i vendosur tek shenja e binjakëve dhe ajo e shigjetarit. Si rrjedhoj, në qoftë se ne heqim dorë së thëni unë i di të gjitha, nuk dëgjoj njëri tjetër, ky është një moment vërtet shumë i rëndësishëm ku ne mund të diskutojmë më qetë, më hapur dhe në mënyrë shumë më tepër të shëndetshme dhe pozitive me njëri tjetrin për të ndërtuar një tarme e cila na shërben të gjithë. Është një moment shumë i rëndësishëm për shtetin shqiptar. Vërtet që është një moment shumë i rëndësishëm, por më i rëndësishme fare është një moment shumë i rëndësishëm për popullsinë, për ne si popull shqiptar. Dhe këtu jemi të prekur të gjithë, edhe personat që jetojnë jashtë shtetit dhe ata që jetojnë brenda Shqipërisë, nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Detyrimisht ata që jetojnë jashtë shtetit do të preken më pak, sepse ndikohet nga vendi ku jeton njeriu, por edhe ata do të vazhdojnë që të jenë të ndikuar. Duke qenë se rënja gjithsesi është këtu. Sado që ne të largohemi, gjithmonë ngelemi aty. Duke qenë se harta e lindjes është harta e lindjes, nuk ndryshon ndonjëherë. Cili është ndikimi pozitiv që ka Neptuni në përgjithësi në botë kur kalon tek shenja e Dashit. Kemi tashmë krijimin e një fryme të re shpirtërore, shumë më pozitive. Ndërkohë që Neptuni është vendosur tek shenja e Peshqve, shpërndahet detyrimisht sepse kjo është energji e Peshqve, sepse është edhe momenti i fundit, ose më të themi shenja e fundit, sprova e fundit e herojit. Pra në udhëtimin e herojit është stacioni i fundit, si rrjedhoi tek shenja e Peshqve dhe sfidat janë më të mëdha. I duhet që tashmë të shpërbëj komplet identitetin e tij në mënyrë që të bashkohet me kolektivin, të bëhet fjalë me kolektivin e njerëzimit. Prandaj edhe heq dorë komplet nga egoja e tij dhe si rrjedhoi kufijt janë të padukshëm tashmë. Sado që Neptuni është drejtuesi i shenjës, edhe ky na bëri gjatë gjithë kësaj periudhe që të kishim pak më tepër frikë. Edhe nëse merrnim në mbrisje, të ishim të pasigurt dhe si rrjedhoi të sabotonim në mënyrë të dukshme veten tonë. Detyrimisht shenja që u ndikoi më tepër ishte shenja e Peshqve, sepse aty ishte shenja e shigjetarit, ishte shenja e binjakëve dhe ajo e birgjëreshës. Por tashmë me kalimin e të njëjtit Neptun tek shenja e Dashit, format do të dihen, kemi një rilindje, kemi një fillim të ri, mundësi të re që ne të zgjedhim atë çfarë është e duhur. Si rrjedhoi do të kemi edhe daljen e një fryme të re spirituale, siç e përmendë. Kemi filluar të ndijmë sepse Neptuni kaloi një herë tek shenja e Dashit, lagu këmbët pra, dhe tani do të vazhdoj rrugën e tij për 13 vite në vazhdim. Si rrjedhoi, gjatë kësaj periudhe do të jemi shumë më të shëndetshëm ne vetë si individ për të zgjedhur atë çfarë na lidh më tepër me hyjnoren. Pra, lidhjet personale, vetjake, të ndara nga ato çfarë janë tek fet apo grupimet fetare, do të jenë shumë më të mëdha gjatë kësaj periudhe. Ky është një ndikim në të vërtetë pozitiv, sepse edhe vetë individi do të marrë formën që ai dëshiron dhe formën e cila është më logjikshme për secilin nga ne. Nga ana tjetër, duke qenë se fryma e kolektivit do të jetë shumë aktive gjatë kësaj kohe, duam apo s'duam ne, si rrjedhoi mund të kemi edhe bashkimin e individëve më të shëndetshëm, siç e thash, individi i shëndetshëm i shërben më tepër shoqërisë. Pra, 13 vite në vazhdim, do të kemi daljen e një fryme të re, kur që secili do të shikojë njerëz si fillim se sa i shëndetshëm është vetë nga ana psikologjike, se do të mundohet që të bëj lider në mënyrë të themi jetës së tij. Dhe kjo është diçka pozitive. Kemi një imagjinat vërtet shumë të lartë gjatë gjithë periudhave që Neptuni ka qenë në shenjën e Dashit edhe në të shkuarën, kemi pasur shumë kryevepra. Perceptimi i botës në një mënyrë komplet tjetër, perceptimi i universive paralel, dimensioneve të tjera dhe të gjitha këto të derdhura në vepra, në kryevepra, më të themi. Një prej tyre për shembull është Liza në botën e çuditërave, perceptimi i një bote komplet tjetër nga ajo çfarë ne njohim. Dhe në bazë të saj kemi edhe shumë ideologji në këto momente, të cilat vërtet që na ndihmojnë që të perceptojmë shumë mirë edhe psikologjinë tonë, edhe veten tonë, edhe shoqërinë në të njëjtën kohë. Po, edhe Saturni do të kalojë në Dash, edhe për do të flas. Shenjat që do të ndikohen më tepër nga kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit janë 5 në të vërtetë. Një Dashi detyrimisht ndikohet sepse Neptuni po kalon këtu. Neptuni në vetvete është një fuqi
benefike, pra pozitive, e cila sjell pozitivitet në jetën tonë, sjell një imagjinat shumë më të lartë, se rrjedhoj gjatë këtyre 13 viteve, shenja dash do të ketë një rritje. Do të bëjmë pak a shumë lider shpirtëror, sepse do të jenë shumë më të vetëdijshëm për veten e tyre, se rrjedhoj do të bëjnë shembull në shoqëri. Nuk është se do të mundohen që të drejtojnë të tjerët, thjesht do të bëjnë shembull dhe si rrjedhoj do t'i ndjekim dhe ne ata. Pak më tepër që shenja dashi ka edhe superfuqi, unë shikoj si superfuqi që është vërtet shumë kurajoze si shenjë, ka një kuriozitet vërtet të paparë. Prandaj edhe me bashkimin edhe të gjitha imagjinata, kjo do të thotë që do të bëhen persona të cilët do të jenë vërtet shembull shumë pozitiv në çdo ambient ku ne futemi, sepse do të bëjnë disa pyetje të cilat ne vetë në këto momente na duhen. Sidomos fëmijët që do të lindin gjatë kësaj periudhe, që do të lindin pra me Neptunin tek shenja e dashit, do të bëhen persona të tillë, domosdoshmërisht, sepse do të jenë pikërisht ata të cilët do të na detyrojnë që të përgjigjemi këtyre pyetjeve, dhe si rrjedhoj edhe ne do të jemi më të vetëdijshëm pra. Ne, siç e thash, do të drejtojnë me shembull. Shenja tjetër që do të jetë shumë e ndikuar, detyrimisht është shenja e Gafores. Për shenjën e Gafores ky ndikim vjen edhe pozitiv, edhe i lodhshëm, detyrimisht, duke qenë se do të bëj kënde negative me ata që kanë lindur sidomos tek shenja e Gafores. Ky ndikim është i menaxhueshëm, duke qenë se pavarësisht se është tek shenja e dashit dhe pavarësisht se ka kënde negative, për shenjën e Gafores është duke qenë se është një tjetër shenjë kardinale, pra që të veproj, është edhe kjo në natyrën e Gafores, dhe që asaj periudhe do të ndërtoj jetën e tij si person, një figurë më të themi, në shoqëri, do të kemi ndërtimin e karrierës në mënyrë shumë më tepër pozitive. Ndërkohë që ka qenë tek shenja e peshëve, mund të kemi pasur probleme, për shembull tek gjithë personat që kanë qenë tek shenja e Gafores për studime të larta, mund mos kenë ditur se cila është rruga që duhet të ndjekin, cilën filozofi të ndjekim, madje në disa raste dhe ideologjit mund të kenë mbajtur peng, sepse mund të kenë futur shumë më tepër në atë frymën e vetë sakrifikimit për shoqërinë ose për njerëzit që kanë pasur rreth e rrotull. Dhe si rrjedhoj, kjo ka qenë një periudhë edhe sa pozitive aq edhe negative për shenjën e Gafores, ndërkohë që kalimi i Neptunit tek shenja e dashit për shenjën e Gafores tashmë fokusimi është i qartë, se ku duhet të fokusohemi, të themi është i qartë, sa e bën individi është komplet në dorën e individit, por të paktën kemi qartësi pra se çfarë duhet të bëjmë. Kemi një energji shumë të lartë në lidhje me karrierën, do të bëhen edhe këta udhëheqës në fushat përkatëse, sepse do të bëhen persona të cilët ju dëgjohet fjala, ka një farë autoriteti pra në punën e tyre. Kjo sepse janë të aftë, detyrimisht. Ndërkohë që shenja e Peshores, për shenjën e Peshores, ndikimi më të rëndësishëm që ka është gjetja e partnerëve shpirtëror. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht që për personat që do të martohemi, bëhet fjalë për vërtet partner shpirtëror, për personat që kur flasim e kuptojnë që na kuptojnë në shpirt, domethënë. Dhe e njëjta gjë është edhe për ata përballë. Kemi një ndikim shumë pozitiv për këtë arsye për shenjën e Peshores, kur një planet do të përballë me ne edhe pse mund të shkaktoj kriza. Kjo nuk do të thënë që janë të pashmangshme, përkundrazi shikojmë, marrim që t'i dallojmë dhe mjafton që ne të jemi të vetëdijshëm dhe të duam të ndryshojmë, të përshtatemi më të themi, kemi shumë të thjeshtë. Por shenjën e Peshores detyrimisht, duke qenë se mund ta ketë të vështirë që të mbajë të balancën ose mund të dëshirojë që të mbajë balancën e situatës që është e mësuar deri në këtë momente. Kjo është një nga problemet që mund të shkaktojë vetes saj, por në qoftë se e lejon rrjedhën e jetës që të vijë ashtu siç është, dhe siç e thash, i lejon këta persona të rinj që të vinë jetën e tyre, ka shumë më të thjeshtë. Balanca ndonjëherë është edhe kur është disbalancë. Ndërkohë që shenja tjetër që do të jetë shumë e ndikuar nga kjo është shenja e Vricjapit. Kalimi i Neptunit tek shenja e dashit për shenjën e Vricjapit është një ndikim vërtet i përzier, ndryshe nga çfarë nga shenja e Gafores që merr një frymëzim për të avancuar në karrierë, tek shenja e Vricjapit i duhet të ulet pak. Pra, duhet filloj që të ëndërroj që jo tashmë për karrierën ose për të avancuar, për të bërë një figurë me autoritet në profesionin që ka, por duhet të kryej rrënjë tashmë. Dhe këto mund të ketë disi më të paqarta.
Sepse për shenjën e briciapit, që ti jesh i suksesshëm, që ti jesh një person i arritur në jetë, duhet të kesh karrierën. Kjo është një nga simbolikat e tij më të rëndësishme ose nga gurët themelor të tij. Si do këto 13 vite do t'i ulin pak punën në këtë aspekt, pak më tepër që Neptuni dhe Saturni, që është drejtuesi i shenjës së briciapit, nuk është se kuptojnë një me njëri tjetrin dhe do t'jenë dhe në takim gjatë 4 muajve në vazhdim. Si rrjedhë për shenjën e briciapit, kjo është një periudhë ku do të mësoj mirë veten e tij. Do të jetë detyruar që të ballafaqohet me veten e tij dhe për nevojat le të themi shpirtërore që ka, po këtu nuk bëhet fjalë për lidhjen që kemi me minorin, bëhet fjalë për nevoja vërtet sentimentale shpirtërore, pra ngrohtësi nga familja, ngrohtësi nga partneri, nga fëmijët e të tjerë. Pra këto janë tematika që do të shqyrtohen këto 4 muaj në vazhdim për shenjën e briciapit. Në të vërtetë kjo do t'i bëjë shumë mirë, sepse do t'i bëjë shumë mirë më të butë, do t'i bëjmë persona shumë mirë më të mëshirshëm ose më dashamirës, të cilët janë persona shumë mirë më të dhënë pas familjes së tyre dhe si rrjedhë do t'i forcojë edhe më tepër këtë marrëdhënie dhe është një proces më të them që i nevojitet sepse këtu Neptuni do të qëndrojë për 13 vite në vazhdim. Si rrjedhoj, do t'i duhen pra këto 4 muaj që të ambientohet me këtë energji të re, në mënyrë që 13 vite në vazhdim mos ketë probleme, por përsëri se sa i përdor individi këto është komplet në dorën e individit, po e kemi këtë mundësi të paktën. Shenja e Shgjetarit, edhe kjo është shumë ndikuar nga Neptuni ndikohet pozitivisht sepse futet në një fazë shumë pozitive për sa i përket çështjeve sentimentale, për të gjithë ata që janë tek shenja shgjetare dhe nuk kanë njëri në jetën e tyre, domethënë që është periudha futen në periudhën që mund të krijojë një lidhje të re. Për sa i përket një ndikimi negativ që e ka Neptuni, është krijon vartësi dhe me kalimin tashmë tek shenja e Dashit, shenja që do të preket më tepër nga kjo është shenja e Shgjetarit, prandaj çfarë do lloj vartësie që keni, por sidomos nëse keni vartësi nga alkooli, do t'ju këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm, shumë të përgjegjshëm me çfarëdo gjë që konsumoni. Madje këshillimi do të ishte që të mos konsumoni fare, sepse e keni shumë të thjeshtë të bini në kthetrat e vartësive në këto momente. Okej, pra natën e mirë.